Ervin Saliani duket se ka rritur mbështetjen brenda Partisë Demokratike. Pas Durrësit dhe Gjirokastrës, këtë pasdite ai është ndalur në Elbasan, ku salla ishte e mbushur plot. Në fjalën e tij, Saliani nuk i kurseu kritikat mbi situatën në PD. Ai u ndal edhe te mbledhja e kryesisë, ku u shpreh se 4 orë u bë gjyq atij, ndërsa 15 minuta u fol për Ramën. Sipas Salianit, humbësit duhet të bëjnë një hap pas. Shumë pyesin çfarë doni ju me këtë lëvizje. Ne duam që Partia Demokratike të jetë fituese. Dhe kjo sallë, kjo energji, këta njerëz të jashtëzakonshëm, të rinj dhe të reja, drejtues strukturash, kandidatët, kandidatët më të votuar në Republikë si zoti Qani Xhafa, që e falenderoj, dhe të gjithë drejtuesit e tjerë të strukturës së PD-s. Të nderuar miq, që po e bëjmë bashkë këtë rrugtim. Ne kemi një rrugtim i cili nuk bëhet për poste, nuk bëhet për interesa personale, nuk bëhet për ofishe. Një rrugtim që nuk bëhet për asnjë interes tjetër përveç se interesit që PD të dëgjojë antarësinë, të mos e braktisë antarësinë. Dua t'ju përcjell juve dhe të gjithë demokratëve një mesazh falënderimi. Mira demokratë dhe qytetarë në mban Shqipërisë, që më kanë shkruar mira mesazhe këtë ditë. Ju falenderoj nga zemra të gjithë të pranishmëve që jeni këtu. Ju jam vërtet thellësisht mirënjohës, pasi e di që nuk është e lehtë, u shpreh Saliani. Sipas këtij fundit, kjo qeveri është e zhytur në skandale dhe duhen vetëm protesta. Ai kërkoi që të gjithë të zbresin në shesh më 22 dhjetor. Nga ana tjetër u ndal edhe te sulmet që po i bëhen. Mbledhja e fundit e kryesisë ishte 4 orë gjyq për mua dhe për ju, dhe 15 minuta për Edi Ramën. Duhet ta themi qartë në çdo diskutim të brendshëm të PD-s se nuk është rruga e dur që ka zgjedhur në momente të rëndësishme të saj kjo forcë politike. Dhe po e them dhe sot, Edi Rama nuk mundet as me armiq imagjinar, as me përbetimet përsëritura prej vitesh nga disa që në politik mund njihen dhe si idiot të dobishëm që nuk i lidh asgjë me njerëzit dhe që humbjet i kanë vetëm bilancën në karrierën politike. Riorganizimi i PD-s në të njëjtën kohë me protestën është po aq i rëndësishëm sa protesta për PD-n. Për të pasur masivitetin që e kërkon çdo demokrat, nuk ekziston asnjë rrugë tjetër veç respektimit të demokratëve, u shpreh ai. Sipas Salianit, nuk ekziston asnjë rrugë tjetër përveç respektimit të demokratëve, përgjegjësisë para tyre, llogaridhënies para tyre, komunikimit dhe konsultimit vazhdueshëm me ta dhe një rinisje të vërtetë. Duhet ta themi qartë, siç e kam thënë qartë në çdo diskutim të brendshëm të PD-s, kur ka menduar që nuk është rruga e dur ajo që ka zgjedhur PD në momente të rëndësishme të saj. Edhe po e them edhe sot, Edi Rama nuk mundet as me armiq imagjinar, as me përbetime të stër përsëritura prej vitesh, nga disa që në politik mund të njihen dhe si idiot të dobishëm, që nuk i lidh asgjë me njerëzit dhe që humbjet i kanë vetëm bilanc në karrierën e tyre politike. Riorganizimi i PD-s në të njëjtën kohë me protestën është po aq i rëndësishëm sa protesta për PD-n, për të pasur masivitetin që e kërkon çdo demokrat, që e kërkon çdo qytetar, vijoi ai. Saliani u shpreh ndër të tjera se PD nuk mund të ecë më përpara duke mbajtur gjithkohën vetëm kokën pas dhe duke thënë: "Na vodhi këtë herë, na rrau këtë herë, gabuam atëherë kështu me radhë." E them qartë, Edi Ramën PD ka dy rrugë se si ta rrëzoj: me protesta masive dhe revolt që të paralizojë jetën politike të këtij vendi, ose kutitë e votimit duke bindur dhe frymëzuar aq shumë njerëz, sa ta tejkalojë manipulimin që Rama ka ngritur në sistem nga zgjedhjet në zgjedhje. E vetmja mënyrë për ta bërë këtë është të çojmë në këmbë popullin opozitar, që t'i dëgjojmë demokratët qoftë edhe e njëjtë vetëm që të mos shqetësohemi nga zëri i demokratëve që kërkojnë fitore. Ne duhet të shkojmë përtej vetes, të jemi të vërtetë dhe të qartë, t'i çojmë demokratët dhe qytetarët në kutitë e votimit dhe sheshet e Shqipërisë. Kjo nuk ndodh duke qëndruar duke qarë, u shpreh ai.